Atëherë hedhim në votim të hapur me kartona propozimi për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Se mori pa kundër. Pro. Kundër? Abstenim? 83 vota pro. Miratohet kërkesa. Vazhdojmë me rendin e ditës. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 97 datë 4/3/2026 për shkarkim zëvendës kryeministri dhe ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 98 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Po jam në rendin e ditës. Kur të vi fjala aty? Kur të fillojmë? Të mbaroj një me rendin e ditës. Pika 3. Të mbaroj rendin e ditës, zoti Bardhi, ju lutem. Të mbaroj leximin e rendit ditës dhe merreni fjalën. Pika 3. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 99 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 100 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 5. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 101 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 102 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 7. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 103 datë 4/3/2026 për emërim zëvendës kryeministri. Pika 8. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 104 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 9. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 105 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 10. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 106 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 11. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 107 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 12. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 108 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 13. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 109 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Referuar praktikës parlamentare shumëvjeçare nga vitin 1999 deri tani, seancat plenare të cilat shqyrtojnë dekretet për shkarkim dhe emërim ministri zhvillohen pa debat. Ju lutem bëhuni gati për votim. Çfarë? Për çfarë? Tani, se kush e ka shkaktuar, e shikojnë vetë qytetarët. Juve çfarë kërkoni? Po çfarë sjellni, më fal. Ja u dash fjalën, nuk e morët. Kur unë vazhdoj me rendin e ditës, kërkoni fjalën. Si drejtohet kjo punë kështu? Ju lutem bëhuni gati për votim. Hapet për procedurë, ulur në vend dhe merr fjalën për procedurë. Të thash, ta kam dhënë fjalën për procedurë. Ulur në vend dhe merr fjalën për procedurë, ta thash kur të mbaroj rendin e ditës. Po shko pra merr fjalën për procedurë. Si tani, jo, e morë fjalën për procedurë në fillim. Fole për procedurë. Fole për procedurë. Dhe të thash, tani të lutem, mos kalo në fyere personale, me mua personalisht mund të kesh çfarë duash, po jo këtu. E kërkon fjalë, e do fjalën për procedurë, shko pra merë. Fjalë kolegët ja u lexova emrin dhe nuk e morën fjalën për procedurë. E kam lexuar të gjithë listën, nuk kam lënë asnjë emër pa lexuar. Zoti Balliu që po bërtet më shumë se të tjerët, ja kam lexuar 3 herë emrin. Çfarë të bëj? T'ja jap fjalën me zor? Jo. Okej. Edhe zonjës Topalli ja kam lexuar emrin dhe nuk e keni marrë. Hapet votimi për prezencën. Hapet votimi për prezencën. Po flamor. Mos e të pra. Mbyllet votimi për prezencën. 87 deputet prezent, 0 abstenim, 0 kundër. Pra, 87 prezent.
Vazhdojmë, zoti Noka, ju lutem, vazhdojmë me votimin e akteve. Shko kërkoj fjalën aty. Jo, se dëgjoj kështu, duhet me mikrofon, me regjistrim. Si të ma kërkon fjalën, këtu në vesh. Atëre, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 97 datë 4/3/2026 për shkarkimin zëvendës kryeministri dhe ministri zonja Belinda Balluku, zëvendës kryeministër dhe ministër infrastrukturës dhe energjisë shkarkohet nga kjo detyrë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbullet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika e dytë, projekt vendimi për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 98 datë 4/3/2026 për tani iqni dorë nga ky skenar se është për shkarkim ministri. Zonja skenari për të prishur seancën. Pa sens. Zonja Elisa Spiropali, ministre për Europën dhe punët e jashtme, shkarkohet nga kjo detyrë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 2 kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 99 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri, zoti Piro Vëngu, ministri i mbrojtjes, shkarkohet nga kjo detyrë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Më bol tani e burë tani. Si su lodhe o burë. Vazhdoni votimin, ju lutem. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika e 4, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 100 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri, zonja Albana Koqiu, ministri i punëve të brendshme, shkarkohet nga kjo detyrë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika e 5, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 101 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri, zoti Besfort Lamallari, ministri i drejtësisë, shkarkohet nga kjo detyrë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 6, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë nr. 102 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri, zoti Toni Gogu, ministër i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, shkarkohet nga kjo detyrë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. Po. Projekt vendimi miratohet.
Pika 7. Vazhdojmë me votimin e projekt vendimit për miratimin e dekret President të Republikës së Shqipërisë numër 103, datë 4/3/2026 për emërim zëvendës kryeministri. Zonja Albana Koçiu emërohet zëvendës kryeministër. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Një minut. Mbyllet votimi. Një sekond. 83 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 8. Vazhdojmë me projekt vendimin për miratim dekretit President të Republikës Shqipërisë numër 104, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Zoti Ferit Hoxha emërohet ministër për Europën dhe punët e jashtme. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 4 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 9. Vazhdojmë me projekt vendimi për miratimin e dekretit President të Republikës Shqipërisë numër 105, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Zoti Besfort Lamallari emërohet ministri i punëve të brendshme. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për miratim. Projekt vendim, procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Votimi është i hapur. Të mbarojmë 2 projekt vendime dhe vazhdojmë. Ju lutem. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 4 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika e 10. Projekt vendim për miratimin e dekretit President të Republikës Shqipërisë numër 106, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Zoti Erman Nufi emërohet ministri i mbrojtjes. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për miratim. Procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 6 kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi 11 për miratim dekret President të Republikës Shqipërisë numër 107, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Zoti Toni Gogu emërohet ministri i drejtësisë. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Vazhdon votimi, ju lutem. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 5 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 12. Projekt vendim për miratimin e dekretit President të Republikës Shqipërisë numër 108, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Zoti Enea Karakaçi emërohet ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 6 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 13. Projekt vendim për miratimin e dekretit President të Republikës Shqipërisë numër 109, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Zonja Eriona Ismaili emërohet ministre e shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 82 vota pro, 0 abstenim, 4 kundër. Projekt vendimi miratohet. Vazhdojmë me rendin e ditës.